26 vjet. Ajo është dita më e zezë e jetës sime për mua, bashkëpunëtorët e mi dhe gjithë fshatarët të cilët kanë marrë pjesë në varrimin e gjithë atyre njerëzve të masakruar nga forcat çetnike serbe. Pasi që NATO mori vendim, Amerika dhe NATO mori vendim për të sulmuar terroristët serbë, cilët bajshin masakra në për gjithë territorin e Kosovës, serbet e rrethekuan 52 fshatna Drenice shumë hekut, dhe pasi që qelluan në rezistencë të jashtëzakonshme të ushtrisë shërbëtare të Kosovës në disa fshatna, siç ishte Padalishta, Pemishta, Ozdrimi, Klodrenica, Bruja, Aqareva, ata tinëzisht u kthyn nga një fshat i banuar me serb, i thirrë fshati Belic dhe fotën në fshatin Izbic. Ato pasi që u djegën gjithë shtëpijat dhe u vëdhën gjithë shka që kishin qenë me vlerën e për shtëpijat e tyre, i grumbulluar gra dhe burra në një lindin, duke ju vjedhur grave ari, flori dhe para, duke ju thënë që nëse ju na jepni para dhe flori, do ju lëshojmë burrat tekni për Shqipni, sepse këtu është vendi junë, Shqipëria vendi juj. Atëherë, pasi i vjedhën mirë, i ndajtën burrat nga gratë dhe fatkeqësisht i vrajtën gjithë dhe i masakruan. Ka pas njëri që i kanë hjek sytë, i kanë prej kokën, i kanë prej durt, i kanë prej gishtat, këmbët, ka pas për të shtirë të merren grave dhe qytetarëve që kanë qenë prezent ato, kanë marrë dhe fëmijë 6 muaj, si që është një Dafina Qelaj, i kanë marrë nënës drejtë nga dora, fëmin e kanë lyrë me benzin dhe e kanë djegë së gjalli në rimërgët e traktuarit. Po ashtu krejt plesht dhe plakat që kanë qenë të paralizume, që nuk kanë mujtë me lëviz, i kanë hudhë në rimërgët e traktuarit, i kanë lyrë me benzin dhe i kanë kallë së gjalli. Ajo ishte ditë më e zezë e gjithë Drenicës dhe gjithë shqiptarisë mendoj. Ju i keni varrosur Zotri Hoti, keni përmendur bashkë me bashkëpunëtorët, ju keni qenë ata që pasi ndodhen këto që keni parë dhe trupa kanë qenë duar tuaj. Po, neve brigada 112 Arben Haliti ka qenë shumë e organizuar, edhe pse kishte çdo ditë sulme nga terroristët serb, nga kriminalët serb, ne u mirë organizuam, e banëm organizimin e varrimit dhe pasi që ishim jo shumë luftëtar dhe jo shumë popullat ato, 3 ditë rresht kemi hapë varret për t'i varrosur gjithë ato kufuma, sepse ishte numër 127 veta. I kemi varros një nga një të gjithë. Por ma e keqja ishte që pas me 31 maj, edhe një herë morën serbët një ofenzivë të jashtëzakonshme me shumë automjete të blinduar, tanke dhe automjete të blinduar, dhe erdhen me skuadër, i zhvarrosën të gjithë dhe i humbën nga ato për t'i humbë gjurmet e gjithë asaj masakre makabre që është bën ato. Sa po i zhvarrosën ata, ne shkuam ato dhe ato s'kishte çka për të parë, gjithë shka kishte. Kishte kom, kishte dur, kishte që kur i ka kap ekskavatori kufumat, i ka shkatru të gjitha. Dhe ata qëllimisht i kishin lënë mbi varre, mbi ato grupat që i qelëm na si varre, për t'i friksuar popullatën dhe për t'i jap frikë ushtrisë shërbëtare të Kosovës. Por ne, si gjithmonë, nuk jemi